Në rastin që lidhen me lagjën dhe familjen e Jasharis, shpejti do të finalizohen. Akuzat tjera do të finalizohen deri në fund të këtij viti. Derisa ne jemi duke punuar intensivisht me hetuesit policor për të trajtuar këtë rast. Vend përmendet se në këtë vit janë realizuar 2 operacione të tjera të rëndësishme në lidhje me krimet e luftës. Në këtë drejtim, në rastin që lidhet me masakrën e Rçakut, janë arrestuar 5 persona, ndërsa në një operacion tjetër të kryer në Surigan janë arrestuar gjithashtu 5 persona si dëshuar për krime të luftës. Pastaj hetimet në rastin që lidhen me lagjën dhe familjen e Jasharis, shpejti do të finalizohen. S'pari ne duhet të jemi korrekt. Ne nuk paragjykojmë. Unë thash edhe këtu se hetimi do të përfundojë shumë shpejt. Hetimi do të ketë epilog. Pastaj të shohim, nëse ne kemi siguruar provat mjaftueshme, atëherë ka akt akuzë. Ky hetim është shumë senzitiv, është shumë i ndihshëm dhe kërkon maturi. Thjesht ne po bëjmë atë. Nuk mund të themi asgjë më tepër përveç se ju themi që hetimi është në përfundim. Ne të përmendet se gjatë kësaj periudhe ne dorëzuam në gjykatë edhe akt akuzën në rastin e barikadave. Akt akuzat tjera do të finalizohen deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, shumë persona të dyshuar për krime të rënda janë nën masën e parapërgjimit. Derisa ne jemi duke punuar intensivisht me hetuesit policor për të trajtuar këto raste. Njëri ndër to është rasti Qielli i Thyrë, ku aktualisht 37 të dyshuar janë për burgim, ndërsa në rastet e korrupsionit dhe të keqpërdorimit detyrë zyrtare 14 pandehur janë ende në paraburgim. Siç e thash edhe më parë, arrestimet si ato të javës së kaluar nuk janë fundi i hetimit, por fillimi i një pune të madhe përpas kënaqësisë. Për të arritur sukses, unë mbështetem në profesionalizmin e prokurorëve të PSRK-s dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët i konsideroj me standard lartë. Prokuroria speciale është përkushtuar për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe për të hetuar krimet e luftës. Ne vazhdojmë të koordinohemi me agjencitë ndërkombëtare që synojnë grupet kriminale si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës. Tani dhe në të ardhmen. Ne jemi këtu për të mbrojtur qytetarët e Kosovës nga krimet e rënda dhe korrupsioni. Qytetarët e Kosovës gjithashtu mund të bashkëpunojnë me prokurorinë speciale dhe të ndihmojnë në parandalimin e korrupsionit, duke ofruar informacionet nevojshme për të filluar hetimet dhe në këtë mënyrë kështu do të sigurohen provat e nevojshme për proceset gjyqësore.